Tashovski lindi në Osoj Dibër, kështu që rajoni Mijak pati një ndikim të madh në afinitetet e tij, për më tepër si babai dhe vëllai i tij ishin të angazhuar në pikturë. Ai u diplomua në Akademinë në Ljubljanë, ku jeton nga viti 1970 dhe ku vazhdoi në studimet pas universitare dhe punën dhe jetën deri në vitin 1983, kur u kthye në Maqedoni. Edhe në ditët e tij studentore u njoh në hapësirën e atëhershme të artit jugosllav, duke marrë çmimin Francë Preshën. Ai antari i shoqëratës slovene të arteve të bukura dhe më pas shoqërata e artistëve të bukura të Maqedonisë, që nga viti 1987 ishte profesor në Akademinë e Arteve të Bukura në Shkup. Vepra Hapësira 1 nga viti 1998 është bërë në frymën e pikturës abstrakte, daton nga viti 1998, është një teknike kombinuar me pëlhur. Autori hap hapësirën ose hapësirën si një pafundësi të ndërmjetësuar nga elementet vizuale me konotacion abstrakt, por edhe frymëzim të dukshëm nga forma dhe format e natyrës. Në shtresën sipërfaqësore të përbërjes mbizotëron një atmosferë qetë me një ndenjë të theksuar heshtje dhe qetësie. Tashovski përdor përvoja nga piktura optike në një mënyrë që rregullon një shtresë tjetër përpara pëlhurës, por nga mëndafshi, kështu që ai kryen disa nga elementet e pikturës me mëndafsh dhe një pjesë në pëlhurë. Në atë mënyrë, lojat vizuale, mashtrimi dhe dridhja janë një pjesë karakteristike e veprës së Tashovskit.